Kthehemi në studio dhe flasim për atë fushatën që u përmenda veç pak sekonda më herët. Pra është fushata mbroje, duaje, mbaje për mbrojtjen e mjedisit, edhe është një thirrje absolutisht e hapur për qytetarët, por edhe për institucionet që e kanë përgjegjësinë të bëjnë më shumë, edhe ato të nivelit lokal, edhe të nivelit qendror, por edhe bizneset, pra që kujdesi për mjedisin të bëhet pjesë e përditshmërisë. Ka pasur fushata, ka fushata dhe ju e dini që edhe në programin e mëngjesit vërtet kësaj teme i kushtojmë një rëndësi të veçantë dhe flasim vazhdueshëm me ambientalistë, por bëjmë edhe materiale, japim edhe këshilla, rekomandime se çfarë duhet bëhet për me u rrit ndërgjegjësimi i të gjithëve, sepse absolutisht të gjithë jemi përgjegjës për këtë ambient që kemi. Ne të gjithë kritikojmë, edhe mandej, si më thëmë, gjithë në situata të ndryshme veprojmë pak a shumë njësoj, ju të gjithë, sepse paramendojmë që të gjithë, po të gjithë të kemi përgjegjësinë, ndoshta në raport me ambientin, në raport me një këshillë që mund ta japin, në raport me edukimin për fëmijët tonë, për brezat që rriten e për gjitha këto. Ata mandej që kanë përgjegjësi institucionale është një aspekti edhe një kahje tjetër. Është fushata që ka nisur nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit, i kam dy mysafir këtu në studio, është Nermin Mahmuti, mirëmëngjesi, drejtoresh ekzekutive e organizatës, apo jo? Edhe Ortion Beshiri, gjithashtu nga kjo organizatë që na flet më shumë për fushatën, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit. Mire, kemi shqimis me krejt idenë, me projektin. Një organizatë pra që është mirë e stabilizuar në Kosovë, që punon prej pas përfundimit të luftës 25-60, po i bie. Edhe që keni pas fushata edhe temat të ndryshme. Kjo për ambientin nuk e di nëse është vazhdimësie të kaluarave, por qa po synoni, qa po doni me arrit me krejt këtë aspekt që keni nisë? Faleminderit shumë, Agran, për mundësinë. Mas pari, nuk do të flasë shumë për organizatën, se nëse flasë për 26 vjetë... Na vjen shumë minuta, a? Po, na duhen shumë minuta. Vetëm po e tregoj që organizata Fondi për Zhvillim Komunitar, apo CDF, si një iniciativë bankës botërore më njerë pas luftës, është themelu për me ndihmu komunitetet në Kosovë, të cilat mund t'jenë të ndryshme, qoftë në qytet, në fshat, në komunitete urbane të cilat organizohen për ndonjë objektive dhe qëllim. Dhe në 10 vjetë e fundit jemi fokusu më shumë në të drejtat e njeriut, që është pjesë dhe ambienti, në zhvillim ekonomik gjithashtu, edhe në atë komunikimin që kemi pas me projekte ndërkufitare me Malin e Zi dhe Shqiprin, ku edhe aty ka rëndësi faktikisht ambienti në një pjesë të madhe të saj. Po tash po kthehem në këtë projekt, edhe i cili është i lidhur edhe me këtë fushat. Fuqizimi i organizatave mjedisore të shoqërisë civile si projekt është i financuar nga ambasada suedeze në Kosovë, dhe është viti 2 që jemi ty punu me 4 organizata të cilat i mbështesim, që janë organizata partnere, dhe janë të shpërndara nuk janë vetëm në Prishtinë, por janë të shpërndara edhe në qytete tjera. Është Rilindja Gjelbërt në Pej, është Ecma Ndryshe në Prizren, është Tat Arte në Mitrovic dhe është Balkan Green Foundation në Prishtinë. Pse kemi vepru në kësi mënyre, është se ato njëra tjetërën e mbështesin edhe është një farë sinergjie që kryon me zveti, sepse se cilja punon në një fush. Qëllimin e kanë të përbashkët të ke fundit? Po, qëllimi është i përbashkët, faktikisht ndikimi pozitiv në shoqëri për me mbështet, me përmirësu ambientin në Kosovë, që do të thotë me qenë një zë potent edhe shumë i fuqishëm, edhe krahas institucioneve, qytetarve, të gjithë hisedarve për me ndihmu krijimin e një ambienti më të mirë sa i përket ambientit. Edhe normal, gjithmonë është edhe vetëdijësi me avokimi. Ndonjëherë mendojnë që ajo çështja e avokimit edhe donatorët duhet me u përmbyll, sepse kemi punu shumë në atë aspekt. Edhe mendohet që është e nënkuptueshme ajo. Po nuk është, sepse ajo duhet me qenë gjithmonë pjesë e një aktiviteti. është, të me thonë, e komplementar. Se me thonë dikuj mos gjuj bërlog në një park, do duhet të ishte nënkuptueshme, por ja që ka ende nevojë, apo? Pa tjetër që ka nevojë. Pa tjetër, avokimi gjithmonë duhet me qenë një prej mekanizmave në kuadër të aktiviteteve të caktuara, njëna prej hallkave që e përmbyll atë sinergjin. Në fakt, me që merrni ka herë dhe keni analizuar edhe këtë procesin e keni folur edhe me aktorë të ndryshëm, sa i përket kësaj çështje, edhe sigurisht jemi qytetarë të këtij vendi edhe shohim, po dhe shohim, prekim vetë ambientin. Pse jemi kështu? Edhe qa po ndodhë realisht? Pse është këtë qasje jona në raport me ambientin? Edhe si jemi? Ku jemi?
Po unë nuk e di pse jemi kështu, po ndoshta na ka mungu gjithmonë ajo vedia kolektive ose jemi mësu që dikush për neve e kry punën shteti, ku di une, institucione. Në fakt, ato janë përgjithse për punën e vetë, por detyra jonë si qytetar, se cilit prej nesh, ose me u kujdes, ashtu si kujdesemi për shtëpit tona, se kemi pak në kulturë që kur t'jenë në shtëpit tona, është super bukur, super fantastike, pastër, super pastër, për shembull që është rrallë kund në ndonjë kulturë të popujve tjerë, po kur del prej derës shtëpis, atëherë e gjen një qeset bërlogut para derës, ka ndodhë, e hudh dikush bërlogin për drejtarës. More e gjumë prej banesës në altë krejtë. Bile shpesh edhe prej veturave, unë kom pa edhe tash veturat të cilat kanë qenë me regjistrime ndoshta të huaja që e kanë hudh bërlogin prej drejtarës. A ka qenë aty dikush që ka vozit prej lokalja, ka qenë një pasqyrë shumë e keqe. Krahas asaj, pa tjetër në aspektin për me arrit një kulturë duhet me u penalizu edhe çdo veprim i tillë. E ne nuk, po m'duket që nuk e kemi mjaftueshëm mekanizmin e penalizimit. Tash nuk po du me t'inglu si një policë ose inspektor, po definitivisht edhe kultura tjera kanë tregu që përderisa nuk ka ardhur niveli penalizimit edhe Amerika deri viteve 70 ka qenë në një jo pozit shumë të mirë, përderisa nuk ekziston çaj mekanizëm, po m'duket që nuk kemi me u vedjesu sa duhet. Jo, shembulli që e morët për atë veturë, sigurisht është përshkrues për këtë, sepse në një vend tjetër në Zvicër, në Gjermani, s'kish guxuar me mendu, lemo me hu. Absolutisht. Do të thonë, e ne pak më lehtë kalojmë në për këto çështje. Mirë, hajde flasim edhe më vonë, po më intereson edhe te fushata, kemi pa fushatën në rrjetet sociale, në media, nuk e di nëse jeni me spote publicitare ose me nuk e di video çado që keni po fushata po duket e fuqishme. Në këto ditët e para është një fushatë që ka më zgjat goxha shumë, apo disa muaj. Si ka nis, si po shkon fushata, Oldian? Po, Agron, para falënderit ty që gjithmonë, sidomos për pjesën e ambientit, je gjithmonë pozitiv kur diskutojmë për shkak që e ke përcjellë dhe e ke përcjellë përmes emisioneve mysafirëve. Fushata ka filluar javën e ardhshme, javën e kaluar, fushata ka filluar javën e kaluar, ka pas një impakt shumë të madh dhe është lansuar të mërkurën. Mirë po pregaditje deri tek lansimi edhe deri tek përzgjedhja edhe e kampanjës edhe brendimit edhe mesazhet që kena me përçu, ka 3 muaj tash që ka fillu. Për shkak që e kemi bo një punë shumë të madhe bashkë me CDF-n për mi taku partner, për mi taku akterët kryesor, për mi taku sektorin privat, institucionet lokale, për me pasë cilat janë sfidat dhe problemet në pjesën e ambientit. Ne e dim që në Kosovë ka pas fushata gjatë tërë kohës, mirë po gjatë këtyre diskutimeve kemi kuptu që janë disa probleme. Problemet janë që fushatat ose kanë qenë shumë të shkurta, ose nuk kanë qenë të përfshirë të gjithë qytetarët, do më thonë nuk kanë qenë gjithë përfshirëse me gjithë akterët, ose me gjithë hisedarë cilët kanë impakt e kjo pjesa e rujtjes ambientit. Për dallim prej kësaj, fushata Mbroje Duaj e Mbaje e ka këtë qëllim që t'i përfshirë gjithë, tjetë pjesë gjithë akterve, edhe gjithë akter të jenë të involvum në aktivitetet që do të zhvillohen gjatë fushatës. Nëse kthehemi pak tek slogani edhe tek mesazhi, janë fjalë cilat ne i dëgjojmë gjatë gjithë kohës, janë fjalë të cilat ne ja themi njëri tjetrit që na duhet me mbrojt, duhet me dashur, duhet me mbajt ambientin, mirë po në anën tjetër, kur e kthejmë në realitet edhe kur e kthejmë në pjesën tonë të përditshme të jetës, atëherë ka gjasa që shumë prej nesh asnjërin prej tyre nuk e kthejmë në realitet edhe nuk e përbrendësojmë 100%. Pikërisht. Kështu që fushata si mesazh e ka këtë qëllim që përveç që t'jetë emocionale në aspektin e fjalëve, po ashtu t'jetë edhe pak patriotike, për shkak që me mbrojt ambientin është detyrë secilit prej nesh, duhet ta bëjmë pjesë të përditshmërisë tonë. Është letë që mbahet në mend, edhe po ashtu tani më veç kemi fillu, këtë javë do të fillojmë me aktivitete në për shkolla dhe universitete, aktivitete cilat ne do të na ndihmojnë që edhe me nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme punojmë se si duhet me mbrojt ambientin. Hajde po du më ndodhë të që aspekt. Pra, pjesa e vizibilitetit është një ranë. Ana tjetër është kontakti i drejt për drejt që ju e keni me grupe të ndryshme të qytetarëve, kategori të ndryshme. Pra edhe me fëmijët edhe me studentët edhe me nuk i di familjet edhe me grupet e tjera. Çka keni më u thonë?
në për këto takime, në për këto fushata që keni, në për këto takime direkte? Realisht pjesa e rrjeteve sociale, intervistave, është veç një pjesë e vogël e fuqisë të kësaj kampanje. Fuqia kryesore ka me qenë tek aktivitetet që kemi me mbajt me universitete, me shkolla, me institucione lokale, cilat do të shtyjnë përpara politikat e mbrojtjes së mjedisit. Në shkollat, cilat aktivitetet do të fillojnë këtë javë, ne do të kemi një diskutim shumë sinqert me nxënësit për me pasë se cilë është mendimi i tyre, sa kanë ata informata rreth ambientit edhe çka mundemi me bo bashkarisht që me fillu prej ambientit, e tha ma herët edhe drejtoresha që në momentin që ne jemi jashtë shtëpisë, prej aty me fillu mbrojtja ambientit edhe çaj kujdesit cilin ne kemi përveç si obligim, ta kemi edhe një farë misioni personal për mbrojtje të ambientit. Për këtë arsye edhe fushata thotë që mbroje, sepse e kemi, duaje, sepse nëse nuk e do, nuk mundesh me mbrojt, edhe mbaje për gjeneratat që po vijnë. Absolutisht. Edhe sepse ne kemi obligim gjithë shumë a shumë personal, ne jemi mundu që përmes fushatës pak ta bëjmë edhe patriotike mbrojtjen e ambientit, për shkak që ne si popullat pak jemi edhe emocional në këtë aspektin patriotik, kështu që ta kthejmë ambientin edhe në diçka patriotike, edhe në diçka fisnike, cilën e bëjmë për ata që nuk e di nëse mundeni më thonë, ose Oltioni ose ju drejtoresht, ta zëm me grupet e nxënësve që punojnë. Nëse janë klubet e gjelbra brenda shkollës që kanë disa aktivitete takohen për ditë të caktuara, dita tokës, aktivitete që janë të caktuara, mund bëjnë një aktivitet ose mund të takohen ndonjëherë. A takoni veç ato grupe, a i takoni edhe grupe tjera më të gjëra, sepse ato është pak kam përshtypjen. Do të shtrihet informacioni më gjërë. Gjatë tyre 3 muajve të fundit, ne kontaktet e para kemi pas me drejtoritë e arsimit. Do më thonë, ne jemi taku me institucionet lokale, për me pas se cili është interesi i tyre dhe cila është dëshira atyne që ne me këtë kampanjë të shkojmë edhe të bojmë aktivitete. Pikërisht prioritetet e institucioneve të komunës lokale, e sidomos drejtorisë të arsimit në shkolla. Ajo që ka kemi pa, që ka qenë shumë pozitive, është që se cila për këtyre qyteteve që jemi taku e ka pas një interesim të jashtëzakonshëm që kampanjën ta bëj pjesë të aktiviteteve shkollore. Nëse ne themi që ato janë më së miri që munden me qenë, nuk jemi të sinqert, për shkak që ka mungesë të aktiviteteve të brendshme, ka mungesë të kampanjave dhe organizatave që bojnë aktivitete brenda shkollave, mirë po interesimi edhe gatishmëria e DK-ave, po edhe shkollave, edhe universiteteve, është shumë i lartë. Kështu që gjatë këtyre aktiviteteve ne kemi mundu që përveç që e bojmë një aktivitet si lansimi i kampanjës edhe diskutojmë me nxënësit, tjetë kjo një aktivitet i cili bëhet mujor ose një aktivitet i cili bëhet javor, që brenda shkollës pse jo në njënën prej ditëve ta pastrojmë gjithë shkollën nxënësit së bashku, pse jo në njënën prej ditëve dalim me një shkollë caktuar ta pastrojmë qytetin së bashku, ta pastrojmë një mal, ta pastrojmë një lumen, ta pastrojmë. E gjitha këto probleme të cilat ne i kemi ditore. Dimri po vjen, ne e dim se gjatë dimrit Prishtina është njëri prej qyteteve më të ndotura në botë për ka ajri, kështu që krejt këto aktivitete cilat ne po i bojmë, se cili prej tyre ka me luftu një pjesë në qytetin të cilin ne e vizitojmë. Se cili qytet i ka problemet e ndryshme, kështu që ne kemi mundu në qytetet ndryshme të shtyjmë përpara zgjidhje të cilat normalisht nuk është se ne mundemi me rregullu ajrin brenda 8 muajve që ka me zgjatë kampanja, mirë po të shtyjmë përpara një politik i cili bëhet edhe misioni së cilit. Në fakt, po, me vazhdu në këtë që përthot edhe Oltioni, ne kemi parë edhe organizatat e tjera, ta zëm Vllazëdrit Kosova, që ka pastru një deponi, ta zëm, nuk e di, me ato mbetjet inerte, edhe pas pak ditësh e njëjta deponi është rikthyer ashtu si ka qenë. E kemi parë që thjesht është pastruar, është duk shumë bukur pas pastrimit, edhe mandej çështje ditësh kthehet gjithçka në avazin e vjetër. Pra, a e keni mendu këtë aspekt? Ju po synoni me i fuqizu dhe po i fuqizoni organizatat e shoqërisë civile që janë të etabluara tashmë në qytetet të Kosovës, po çfarë duhet me bë edhe për te kësaj? Ju përmendë për shumë një prej aspekteve më herët. Pa tjetër, për me pas sukses. Që me mbajt përgjigje se kam fjalën falni që po ju ndërpres, po edhe institucionet komunale, edhe institucionet e nivelit qendror se ata e kanë përsipër, si më thonë, me bë punën. Jo vetëm me konstatu që është gjendja keq, po me na tregu se si me bë më mirë, edhe me vepru. Aty po du me dal, CDF-i si organizat misionin e vetë e ka pas në faktikisht mbështetje, ka vazhdon me pas në mbështetjet komuniteteve, e thash, po partneri jonë, primarion, është nivelli lokal.
do me thonë komunat në krejt teritorin e Kosovës. Edhe na kemi punu ashtu si e përmendje, Olti, me departamentet të ndryshme, tash jemi ty komuniku me DKA-n, e kemi një marrëveshje që e kemi lidh në Prishtinë, për përkrahje, për arsye se pa tjetër që duhemi me e pas përkrahjen institucionale, edhe një farë zotimi të secili prej tyre që nuk ka me qenë ky një aktivitet i cili ka me zgjatë, ku di unë të na ka me zgjatë deri në shkurt vitit tashëm, po ka me vazhdu, ka me pas qëndrueshmëri. Problemit e na gjithmonë është që fillohet qoftë një platformë, qoftë një kampanjë, po e cila zgjatë vetëm sa zgjatë një projekt, edhe mbyllët. Ajo është e vërtet për atë arsye është diçka që ka ndodhur në të kaluarën edhe ka me vazhdu me ndodhë. Për mos me ndodhë një gjë e tillë, janë partner tonë të cilët edhe mas përfundimit të projektit të cilit CDF-i e mbështet deri në 2027, ata në misionin e vet kanë me vazhdu me promovu këtë kampanjë. Kjo është ajo e cila besoj që ka me kriju një qëndrueshmëri. Ajo që ka më e rëndësishmja është ky komunikimi edhe ky partneriteti me komuna, me nivelin lokal, për arsye se asnjë projekt nuk mundet me qenë i qëndrueshëm. Në të kaluarën ne kemi pas projekte të infrastrukturës, edhe ato kanë vazhdu me ekzistu, shumica e tyre në gjendje shumë të mirë, si rezultat i përkushtimit të komunës edhe të financimit, kofinancimit ose të thjesht kontributit, pa tjetër, se në qoftë se nuk e ndin që është ajo diçka e tyne, thjesht që nuk zotohen për me marrë një obligim, nuk ka me përfundu vetëm si një projekt. Pra komunikimi me nivelin lokal, me persona të cilët janë përgjegjës për qëtë thjesht departament ose sektor, është shumë e rëndësishme për me qenë një aktivitet, një kampanjë, një platformë, çdo gjë që bën me qenë qëndrueshme. Se ne kemi këtë problem, që kjo mbaje është një fjalë ky që mendoj në këtë mesazh, për arsye se fatkeqësisht ajo që ka është treguar që ne nuk jemi shumë të mirë në mirëmbajtje, edhe në qëndrueshmëri, edhe në implementim, në zbatim, sepse legjislacione kemi shumë të mira, nuk i kemi zbulu, i kemi marrë prej praktikave të mira prej shteteve të zhvillume, po vetëm na duhet një zbatim i mirë. Në pas të kontakteve që i keni, nuk e di, jo veç me DKA-t në këtë rast, por edhe me departamente, për shembull në rastin e komunave janë drejtoritë e shërbimeve publike që e kanë këtë dikaster, po në rastin e nivelit qendror është Ministria e Ambientit për shembull, që janë edhe drejtoritë aty. Olti për shembull i përmendi Lumejt, është një brengë e madhe dhe një barrë e madhe që duhet ta ketë secili. Çfarë thonë ata për këtë situatë edhe për pjesën e fushatës? A marrin përgjegjësi, a merr përgjegjësi dikush për atë që s'është bërë, duhet bëhet? Ose është pak problem. Obligime për matutje. Sidomos që tash në këtë situatë. Kjo situatë është qartë. Kjo situatë na do të tentojmë, patjetër që e kemi, është gjithmonë puna jonë është e quajmë na ai niveli vertikal edhe horizontal, edhe janë anglisht që thonë cross-cutting activities, që ti nuk mundesh me punu veç me një nivel, dush me punu nivel qendror edhe nivel lokal, që ashtu kemi vepruar gjithmonë edhe normal me qytetarët në këtë rast, të gjithë hizetarët të cilët edhe ata përfitues të cilët kanë me përfitu prej aktiviteteve, edhe na kemi me organizu takime edhe në nivelin e institucioneve tona të cilat janë relevante, për atë arsye dhe kaq gjatë është kampanja. Po du me ndërlidh këtë punën e ambientit, ajo që ka është një prej aktiviteteve tona tani shumë të rëndësishme, është kjo, ju e dini këtë problemin e energjisë ripërtrishme. Edhe sa është i ndotur në ambienti, tregoj e përmendi Olti, pra ndaj na kemi nevojë me pas edhe energji alternative. Në shtetet perëndimore ka fillu shumë me ju kushtu një rëndësi këtyne komuniteteve të energjisë. Një prej shembujve më të mirë është Austria, edhe ne kemi organizu një vizitë studimore ku i kemi taku institucionet, sektorin privat, operator të cilët mirën me këtë çështjen e shpërndarjes energjisë, për me pas energjinë alternative, po është faktikisht ty janë nisë prej këtyne solareve edhe energjive tjera të cilat
nuk janë ripërtrishme ndoshta që mujnë me u përdor, sidoqoftë legjislacioni jonë e ka mundësinë që me bo një gjatë të tillë, legjislacioni parsor po dytësori mungon, kështu që ne kemi me mbështet 01 edhe institucionet relevante për me mujtë me kriju një legjislacion dytësor i cili ka me fillu me pilotu që to komunitetet e energjisë në mënyrë që komunitetet në kuadër të ndonjë fshati, qyteti, përveç asaj që tash kanë mundësinë që me i zvoglu shpenzimet e veta përmes solarëve, se kemi shtëpi individuale plot, po jo komunitetet e energjisë. Kjo është pak më ndryshe, është një mundësi ku ti përveç që merë rrymë për veti mundesh edhe me e shit. Mundesh me shpërnda, mundesh me falë. Është legislacioni, duhet me u plotësu, duhet, tash aty, une nuk jam ekspert i fushës, na e kemi mbështet, kemi ekspertat fushës, të cilët janë angazhu këtë sektor edhe na kanë thjesht mundësu që mi kuptu edhe ne do gjana, për normal edhe me përkra, kemi mundësi me përkra pregaditjen e një regulore, po jo mbështetjen e komuniteteve të energjisë për arsye se ajo ka kosto. Aty duhet dikush tjetër me finansuar pjesë. Por ti, që ke pa në fshatna, në qytete, të shkollat, të të takimet që ke pa, sa ka një shembull mirë që menon që mundet me qenë pjesë e fushatës edhe mundet, si me thonë, me u marrë vërtet si një model i mirë. Ajo që kemi pa ne, për shembull ndonjëherë, ndoshta nuk e di, po e di që i ke shembull tu, po ne kemi qenë edhe kemi bërë reportazhe edhe në televizion ku ta zëm organizohet komuniteti në një fshat caktuar atje edhe bashkëdhetarët e atij fshati e japin një kosto që mundet me qenë minimale për ta dhe për fshatin edhe paguajnë 1 ose 2 bashkëfshatar që i mbajnë vazhdueshëm për shembull rrugët e atij fshati, varrezat e fshatit e të tjera si këto. Pra një organizim i mirë i komunitetit që e ka treguar një sukses. A ka shembuj të tillë? Agrën derisa ju diskutonit, unë e pash videon e Prishtinës edhe të me kuptu sa pak gjelbrim kemi e sa shumë ndërtesa kemi. Jo, këtu mirë është biles, po. Po, nga kjo pamje po duket shumë mirë, Ko pak gjyra kjo. Çka shohim në realitet, unë mendoj që kemi mungesë të madhe gjelbrimit. Thuja se njëjtë është në gjitha qytetet. Për shembull, baza e qyteteve ne e shohim që ka mungesë të madhe gjelbrimit. Javën e kaluar e pata një vizitë në Prizren, kështu vizitë private, edhe pash që ujë ka shumë pak. Kështu që realisht na kur vizitat që bojmë në qytete ndryshme, fshatra ndryshme, po shohim iniciativa individuale, po shohim grupe të vogla të interesuar për me mbrojtje ambientin, por realisht që ato grupe të vogla duhet me qenë nismëtar të një mbrojtje të ambientit prej gjithëve. Ne gjatë tërë kohës po diskutojmë edhe kemi diskutuar gjatë zhvillimit kampanjës që mbrojtja e ambientit shumë a shumë është individuale, pastaj shkon tek kjo pjesa grupore, sepse ne mundemi mu mbledh sikur rasti për shembull i Let's Do It që e ka pastru krejt Kosovën, po ti kur je kthy mas 2 ditëve, 3 ditëve, ti e ke pa që në vendet e njëjta, lokacionet e njëjta, është problemi i njëjtë me hudhjen e burllogut. Kështu që nisma të vogla individuale prej grupeve ka, mirë po ajo që ne kemi edhe mision edhe vizion të kampanjës me CDF-n është që këta ta bëjmë në një numër të madh të njerëzve dhe impaktit jetë tek gjithë qytetarët cilët bohën pjesë e mbrojtjes të ambientit. Sukses për shembull i fushatës edhe i këtij projektit, po them, nuk vret më njerë, po në mars në pranverën e vitit të ardhshëm. Po, realisht, suksesi, unë menoj që suksesi jonë është, sidomos nëse kjo fushat vazhdon edhe masi që të përfundon kampanja. Me ato organizatat që i përmendë. Pikrisht, drejtoresha edhe me tjere. Drejtoresha e tha që qëllimi jonë është që kjo të vazhdoj shumë a shumë se sa cikli i projektit, do me thonë deri në përfundimin e ti. Mirë po, ideja është shumë a shumë se sa organizatat, ideja është që mbrojtje duaj e mbaje tjetë një mision personal i se cilit prej nesh për mbrojtje të ambientit. Pikrisht edhe për këtë arsye janë zgjedhë këto 3 fjalë, pikrisht për këtë arsye është zgjedhë ky slogan, edhe pikrisht me mbrojt, me dashur dhe me mbajt ambientin duhet jetë një mision cili na e kemi të përditshëm, edhe mision cili na e shtym përpara përmes tu fillu prej familjes, grupeve tjera, edhe në shkolla, në universitete, në institucione. Ajo që ka kemi pa është që fushata është prit shumë mirë edhe prej institucioneve dhe lokale dhe institucioneve qendrore. Ne kemi pas edhe pjesë të panelit diskutimit nga zyra ligjore e ministrisë, kështu që në përgjithësi ditët e para janë të mira,
problemi i fushatave është që ditët e para janë të mira, pastaj fillon Avazi i vjetër që fillojmë nga pak zhgënjemi edhe tërhekemi, mirë po për numri aktivitetet cilat ne kemi me bo shumë i madhë, që në asnjë moment kjo fushat mos më shku në hares. Ka me pas në zemi eftofje. Do të ketë do të ketë kampanjë rrjete. Sfida, si gjithmonë. Do të ketë kampanjë rrjete sociale, do të ketë aktivitete në teren, kështu që do të jemi çdo kënd. Okej. Pa përmend parti politike sigurisht, po jemi në prag të fushatës parazgjedhore dhe nuk i dini se keni pasur mundësi me analizu pak a shumë programet e partive politike ose edhe me pa debatet publike fushatat e tyre. A flasin për ambientin kandidatët për kryetar komunësh? Heqë shumë pak. As musën pas ka rasë në vesh? Unë jemi befasu që një prioritet ka që madhë, mas pari kjo lidhet me shëndetin, mirëqenjen e qytetarve, pa e pas ambientin e pasre, pa pas ujin, na kemi problem me ujin me kanalizim, po jemi ty u ballafaqu edhe me këtë manganin që është shumë i rrezikshëm si prezencë. U eliminu po mbase përkohësisht. Po unë nuk besoj që nuk ka ndaj zgjidhje. Unë sa kam dëgju edhe shtete tjera ballafaqohen me këtë çështje edhe kanë zgjedhë. Për shembull Suedia ka pas problem me çështjen e manganit, e ka zgjedhë. Tash nuk besoj që ajo është diçka shumë e sofistikume edhe shumë kushton. Nuk jam ekspert i fushës, po du me thonë që për me pas mirëqenje shëndet, popullata, po flasin këtu për fëmijë sidomos, do të me pas ujin si duhet, edhe me pas ajrin si duhet, edhe tash ai ajri lidhet edhe me ndotjen e tokës e gjitha së bashku. Nuk është në listën e prioriteteve, nuk kemi pa, unë sa kam dëgju që ambienti edhe është një prej prioriteteve që ish dasht me qenë. Nuk kemi pa edhe unë personalisht... Flasim për projekte futuristike dhe më thonë e smeremi me ato që është bazike. Po, duhet mi anis mas pari prej atyne matë thjeshtave, po të cilat matë dvoglave, si probleme që thojnë këta hap pas hapi me i zgjedh për arsye se ndryshë zbanë. Mirë, ka që kishim kohë për sot, sigurisht po besoj për gjatë fushatës kemi me u taku edhe njëherë, të paktën edhe me diskutu mandej me pasë si ka shku edhe, apo të tregon efektivitet fushata edhe krejt projekti, sepse fushata pra është një pjesë projekti, është një pjesë edhe po besoj që vërtet me u ndërgjetësu gjithë qytetarë, sepse këtë bërllog nuk na e bin nga jashtë. Ne diçka dhe mund të dërgojmë jashtë, por ne e krijojmë, jemi ne ata që po e bëjmë. Herën tjetër kur vim, besoj nëse na jep një mundësi dhe hapësirë, do t'ju tregojmë edhe konkretisht çka janë të arriturat. Ato nuk kanë me qenë mrekullira, se du të me qenë shumë modeste dhe mos me premtu shumë, se gjithmonë nëse premton diçka që është ma e realizueshme, kemi arrit qëllimin. Po besoj që kemi me pas çka edhe me qenë rezultate të prekshme. Patjetër. Mirë, faleminderit shumë për sot. Faleminderit juve për mundësinë. Ju shkojmë varë me knatësi sigurisht.